Protestues në fakt kanë dalë dhe do të dalin edhe sot në ditën e 9 të protestës qytetare. Edhe sot kjo protest, pra sekundër është lajmëruar nis në orën 18:00, ora shënon 18:11 minuta, kështu që do të presim derisa të mblidhen shumë qytetarë në sheshin Skënderbej. Është bërë tani më tradit që marshimi nis nga sheshi Skënderbej për të vijuar më pas në bulevard. Me thirrje kundër qeverisë, si dhe kërkesë kryesore dorëheqjen e zotit Rama, qytetarët kanë zbarkuar për orë të tëra edhe në ditët e kaluara në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Mijëra qytetarë kanë marshuar nga sheshi Skënderbej dhe më tej drejt kryeministrisë, ndërsa në Korë kanë kërkuar shkrirjen e qeverisë dhe anullimin e projekteve si Zvërneci dhe jo vetëm. Të rinj, të reja, të moshuar, fëmijë, nëna janë bashkuar kësaj proteste prej 8 ditësh. Sot është dita e 9. Një energji që në fakt e kemi parë dhe duket qartë që kërkon që ky sistem të ndryshojë. Rama dorëhiqu, Adheu nuk është në shitje, Shqipëria e re. Kanë qenë disa nga pankartat kryesore që kanë mbizotëruar në protest. Revolucion ka qenë një tjetër kërkesë e qytetarëve të cilët kanë protestuar. Një protest kjo e cila është mbajtur ditë pas dite dhe ka mbritur në ditën e 9, është kjo e sotmja. Shohim që ka një mobilizim të qytetarëve, të gjithë në sheshin Skënderbej për t'u bashkuar pjesës tjetër të turmës, e cila i pret në mes të bulevardit dhe për të vijuar më tej marshimin e tyre drejt kryeministrisë. Rikujtojmë edhe një herë se zoti Rama ditën e djeshme ka qenë në qytetin e Elbasanit, ku duket nga atje ka hedhur akuza të forta ndaj shumë personazheve që mund të jenë pjesëmarrës dhe organizatorë të kësaj proteste, sikundër zoti Rama pretendon, po ashtu ka thumbuar dhe sulmuar në një farë forme edhe ata gazetarë, influencer, të cilët janë duke dhënë kontributin e tyre në lidhje me këtë protestë. Po ashtu ka pranuar se ne jemi e vetmja zgjidhje për Shqipërinë. Absolutisht ka patur protestat, ka patur edhe në vendet të tjera, në qytete të tjera të vendit. E fundit është ajo e Shkodrës, ku duket se kanë pritur zotin Rama me protesta, po nuk mund të përjashtojnë protestat edhe në shumë qytete të tjera të Europës. Ne jemi shpëtimtarët e një vendi që ishte lumë, tha zoti Rama ditën e djeshme nga Elbasani. Tash qëndrojmë pak me pamje të drejtë për drejta dhe dëgjojmë këtë marshim dhe këtë protestë. Shqiptarët janë në këmbë dhe do të largojmë, janë disa thirrje që në fakt qytetarët shqiptarë, protestuesit, kanë bërë ditën e djeshme. Thirrje për Shqipëri të re, çoni nga kafja. Kanë qenë këto thirrjet në fakt që ata i kanë përdorur pasi kanë përfunduar protestën përpara kryeministrisë, kanë nisur marshimi i cili ka vijuar deri në orën 23:30 minuta të mbrëmjes së djeshme në rrugët kryesore të kryeqytetit, duke i kërkuar qytetarëve të tjerë, atyre të cilët nuk i ishin bashkuar kësaj proteste, t'i bashkohen. I dëgjojmë bashkë tani. Prima come tenderò Andeu tu siu poferon Noi dai toto kujtohet Vive në besinjat të shkon Studentët protestojnë! 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 Studentët protestojnë!
Qeveria ditët e fundit si anti-amerikane dhe anti-evropiane. Anti-amerikane dhe anti-europiane. Po thuaj që ne nuk I duam investimet e huaja në Shqipëri. Në fakt kjo nuk është e vërtetë se ne nuk jemi kundër investimeve të huaja. Ne jemi kundër mungesës së transparencës, kundër errësirës së informacionit. Bizneset e vogla dhe të ndershme po ankohen nga konkurenca e pandershme, e cila është një vendim arbitrar I qeverisë për të vendosur në treg biznese që investojnë pa transparencë. Ne nuk jemi as kundër Amerikës, as kundër Europës. Shqiptarët janë demokratë, amerikanët janë demokratë.